problemi kryesor i atyre që nuk e pranojnë të vërtetën dhe tregon arrogant në raport me të është egoja e tyre. Ata nuk mund ta përballojnë faktin e ndryshimit gjendjes tyre. Ata nuk mund ta përballojnë faktin që dikush mund të jetë më i ditur se sa ata, mund të jetë më i mirë se sa ata, mund të jetë më i ngritur, mund të jetë më i dobishëm. Dhe kaq ne jemi në garë. Kjo botë është arenë garuese. Fiton ai që është më i zellshëm, ai që është më i kujdesshëm, ai që është më punëtori, jo ai që është më i pasuri, as ai që është më i bardhi, ai që është më i përkushtuari. Dhe në këtë rast përkushtimi në kupton devotshmërinë, prandaj Allahu thotë inna akramakum indallahi atqakum, më i dashuri, më i nderuari tek Allahu është ai i cili është më i devotshëm. Më i devotshëm i bie më i kujdesshëm. Fillimisht më i kujdesshëm në raport me Allahun, në raport me njohjen e të vërtetës rreth krijuesit, rreth Allahut. Prandaj disa njerëz sot kur u flet për Allahun irritohen, nuk kanë dëshirë të dëgjojnë për Zotin. Për shkak se në momentin që e dëgjojnë të vërtetën e Allahut, ata e dinë se u cenohet egoja e tyre. Dhe egoja lufton. Egoja robron. Në qoftë se ne nuk e robrojmë egon me udhëzim, ajo do na robrojë neve me devijim. Egoja ushqehet me devijim. Shpirti njerëzor ka prirje për të thyer për të keq. Inna an-nafsa la'ammaratun bis-su'. Allahu tregon, ai është krijuesi i këtij shpirti, thotë shpirti njerëzor ka prirje për të thyer ka e keqja, ka prirje për të ndikuar nga e keqja. Prandaj rrethonat me njëherë lënë gjurmë në jetën tona, në mënyrën se si ne formohemi, se si organizojmë jetën, se si i realizojmë qëllimet dhe synimet tona në jetë, se si krijojmë karrierë kështu me radhë. Pra çdo gjë ndikon tek ne. Por nëse ne këtyre rrethonave nuk japim orientimin e duhur përmes të vërtetës së shpallur, atëherë ne do të kërkojmë të vërteta të gabuara apo të proklamuara si të tilla. Sepse njeriu çdo herë është në kërkim të një gjëje, është në kërkim të përmbushjes, është në kërkim të udhëzimit. Ne edhe për gjërat më elementare të jetës kemi nevojë për orientim, për udhëzim. E si është fjala me çështje jetësore. Prandaj Allahu i Madhërisht e edukon egon e njerëzit, e edukon shpirtin e njerëzit. Nuk lejon që shpirti njerëzor të çorientohet me gënjeshtra, me gjëra të shpikura nga njerëzit. Edhe nëse dikush mund të thotë diçka që është e mirë në dukje, fakti që buron nga një krijesë e kufizuar, ajo nuk duhet të mirët si e mirëqenë. Fillimisht duhet peshohet në diturinë hynore, duhet peshohet në peshorën kuranore, e pastaj të zbërthehet dhe të konstatohet se është e vërtetë që mund pranohet apo duhet refuzohet.